Spanja dhe Franca po përballen me një valë të re të nxehtësi ekstrem me temperaturat që pritet të kalojnë 40 gradë Celsius në disa rajone, ndërsa zjarret masive vazhdojnë të përhapen duke detyruar autoritetet të evakuojnë mbi 320.000 persona. Shërbimi Kombëtar Meteorologjik i Spanjës ka paralajmëruar se moti ekstrem do të zjasë të paktën deri të dielën, ndërsa rreziku për zjarre cilësuar ekstrem. Në vend më shumë se 100.000 banor janë evakuuar, ndërsa flakët vazhdojnë të digjen jashtë kontrollit në perëndim të Madridit. Edhe Franca ndodhet në situatë kritike. 2 rajone janë vendosur në alarm të verdhë për shkak të valës së të nxehtit, e cila pritet të arrijë kulmin të mërkurën dhe të vështirësojë më tej përpjekjet për shuarjen e zjarreve. Kryebashkiaku i Bordeaux deklaroi se autoritetet janë duke u përgatitur për çdo skenar, pasi një nga vatrat e zjarrit ndodhet vetëm 15 kilometra larg qytetit. Presidenti francez Emmanuel Macron, gjatë vizitës në zonat e prekura në Gironde, e vlerësoi situatën si zjarrin më të rënd që nga lufta e dytë botërore. Temperaturat do të rriten sërish, era vazhdon të fryjë dhe për këtë arsye duhet të mbetemi shumë të kujdesshëm, tha Macron. Deri më tani në Francë janë evakuuar rreth 220.000 persona. Sipas autoriteteve, mbi 116.000 hektar tokë janë përfshirë nga flakët që prej fillimit të vitit, ndërsa janë regjistruar mbi 13.000 fatra zjarri. Ministri francez i brendshëm bëri të ditur se 9 nga 10 zjarre shkaktohen nga veprimtaria njerëzore, kryesisht për shkak të pakujdesisë, si bishtat e cigareve, përdorimi i skarave apo punimet pas masa sigurie. Ai shtoi se një pjesë e zjarreve janë të qëllimshme dhe se që nga 6 korriku janë arrestuar 162 persona të dyshuar për zjarrvënie. Ndërkohë analizat satelitore tregojnë se zjarret në perëndim të Madridit janë bashkuar në një vatër gjigande, duke djegur mbi 27.000 hektar sipërfaqe. Autoritetet spanjolle paralajmërojnë se vendi po përballet me një nga sezonet më shkatruese të zjarreve në historinë e tij. Ekspertët theksojnë se ndryshimet klimaterike porisin temperaturat në të gjithë botën, ndërsa Europa mbetet kontinenti që po ngrohet më shpejt, duke përjetuar valë të nxehti më të shpeshta, thatësira dhe zjarre gjithnjë e më intensive.